ke arritur ta konvertosh qasjen tënde në rrjetet sociale edhe në benefite personale për familjen tënde, se pa dyshim, të udhëtosh ka kosto, materialet për të xhiruar videot kanë kosto, të marrësh me vete persona të cilët i realizojnë këto video dhe materiale për ty ka kosto. Mendova se do ta bësh atë pyetjen klasike sa fiton nga TikTok-u. Jo, nuk më intereson kjo se sa arrin ta amortizosh edhe ta kthesh edhe në buxhet këtë që po bën. E shumica e kësaj Arion është hobi dhe çdo hobi ja bën gropën vet personit. Pra unë kam harxuar rrogën time dhe rrogën e gruas time dhe do rroga tjera vetëm për hir të këtij sporti. Që ke fut sherrë dhe me gruan, domethënë, për te të tjerave. Po që e kanë dashur edhe ata, edhe gruaja e ka dashur edhe ajo ka kontribu edhe ekonomikisht, po edhe në formë shpirtërore ka kontribu edhe në formë materiale që ne të arrijmë sot këtu ku jemi dhe kjo është vetëm fillimi, argjimet vetëm se shkojnë duke kushtu. Po që thash, çdo hobi kushton. Është pasion, patjetër, është pasion. Po. Tani, duam të kuptojmë pak sa ndërhyn, ose në kuptimin si menaxhon të dyja. Pra, kemi, se unë e thash në fillim. Arsim Hoxhën? Pra, arsimi si hoxh, si klerik, i rëndësishëm, dhe kemi arsimin si, patjetër dhe si baba, si kryefamiljar, keni rolin tuaj, por dhe edhe si alpinist, po e them kështu. Ndërhyn ato të dyja, pra sporti dhe ky hobi juaj, ky pasioni juaj me të qenit hoxh? Në realitet i kam mishëru të gjitha profesionet. Nuk e ndaj njërën nga tjetra. Kur jam në mal të gjithë më thirin hoqë, kur jam në xhami të gjithë më thirin njeriu i shari. Kështu që ka hyrë njëra me tjetrën, po përveç kësaj unë jam edhe arsimtar në shkollë fillore në klasat e 6 dhe kërkon një mund se si të menaxhohet koha, por unë kam jetu në Stamboll 6 vite kur gjatë studimeve dhe dush apo nuk dush qytetet e mëdhaja që janë metropole me 10 ose 20 milion banor, që jeta është hiperaktive të edukon në këtë formë. Dhe unë kur u ktheva nga studimet e fillova këtë lojën e shtrenjtë që më ka kushtuar shumë, por që ja vlen, dhe qytetet e mëdhaja, jeta dinamike, aktiviteti hiperaktiv të edukon se si ta menaxhosh kohën tënde. Pra njëra nuk e pengon tjetrën, po thoni. Njëra nuk e pengon tjetrën. Pra të qenit hoxh nuk e pengon pasioni dhe pasion. Po nëse mund t'i pyes më konkretisht, nëse jeni në mal dhe duhet të kryeni, pra është momenti për të falur. Namazin. Si e bëni? Bashkërisht me shokët, shumë e bukur është ajo. Sepse shumicën e rasteve njerëzit e keq interpretojnë, jo ndoshta me tendencë, por ne para namazit e kemi një ritual tjetër që i themi abdes, është ai pastrimi me ujë. Futim ujë në gojë dhe në hund. Thuj Maqedon më shumë na pyesën, po kur nuk keni ujë, ne themi me dhe, me troll, me to. Si fut një troll në hund dhe në gojë? Dhe ajo është komike, por që i ka metodat e kënaqshme të veta dhe asnjëherë nuk na ka pengu gjatë rituale fetare. Edhe pastaj këto janë preferenca personale. Kushdo në një qosh, pa mos u pengu të tjerëve, krijet rituali 2 minuta, 5 minuta dhe vazhdojmë. Dhe me qënë se jemi tek rituali dhe me qënë se jemi në mal, ndërkohë që po e diskutojmë këtë ritual, besoj që je shoqëruar, të kanë shoqëruar dhe ke shoqëruar edhe persona të feve të tjera. Si kanë reaguar dhe si reagojnë kur ndoshta nuk e kanë ditë dhe mësojnë që je dhe hoxh? Është veçanërisht kur takojmë të fesë tjetër shqiptar, është ndryshe, kur takojmë të fesë tjetër jo shqiptar, është ndryshe. Sepse shqiptarët pak a shumë e kanë një pasqyrë ose e kanë një imazh të një muslimani. Se aty jemi, afër jemi, nuk është se kemi shumë dallim. Por që kur më takojnë jo shqiptar, edhe thotë si, edhe hoxha merret me këtë sport, apo edhe hoxha punon, ne kemi priftin që rinë gjithmonë gjithkohës në xhami. Dhe kjo i jep ngjyrë ende më shumë hajkit, sepse ne takohemi në përmale vetëm me persona intelektual. Pra të gjitha ata problemet e rëndomta i lam në shtëpi dhe shkojmë atje. Ti thosh a je në një
rreth akademik apo je në përmale në përzabele. Arsim, ka shije dhe ka ngjyrë.